Prej disa ditësh, në rrjetet sociale po qarkullojnë thashetheme se Kiara Tito mund të jetë në pritje të ëmbël. Gjithçka nisi pas disa paraqitjeve të saj të fundit publike, ku fansat vunë re disa ndryshime në stilin e veshjes dhe në sjelljen e saj, që sipas tyre duken ndryshe nga zakonisht. Komentet u shpërndan me shpejtësi, duke krijuar një val kurioziteti rreth jetës së çiftit më të dashur të publikut. Ndjekës të shumt kanë nisur të analizojnë çdo detaj të Kiarës, nga videot në Instagram te pamjet në evente, dhe shumë prej tyre pretendojnë se moderatorja po përpiqet të fsheh barkun me veshje më të gjera. Kjo ka mjaftuar që fansat e Luizit dhe Kiarës të ndezin sërish shpresat për një tjetër gëzim në familjen e tyre, duke kujtuar me mall momentin kur erdhi në jetë Luna. Nga ana tjetër, çifti nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare. Kiara dhe Luizi dihen për mënyrën e kujdesshme se si e menaxhojnë jetën private, ndaj edhe heshtja e tyre ka ushqyer akoma më shumë dyshimet. Në rrjet ka nga ata që mendojnë se nëse lajmi është i vërtet, ata po presin momentin e duhur për ta ndarë me publikun. Pavarësisht thashethemeve, një gjë është e sigurt: fansat janë të entuziazmuar dhe mezi presin një konfirmim. Ka shumë që e shohin ardhjen e një fëmije të dytë si një bekim që do ta plotësonte akoma më shumë familjen e tyre, ndërsa të tjerë i bëjnë thirrje mediave të respektojnë privatësinë e çiftit derisa ata të flasin vetë. Deri atëherë mbetet vetëm pritja dhe kurioziteti. Nëse Kiara është vërtet në pritje të ëmbël, padyshim që ky do të ishte një nga lajmet më të bukura për ndjekësit e tyre të shumt, por derisa çifti të flas, çdo koment mbetet vetëm supozim, ndërsa publiku vazhdon të shpresojë për një tjetër gëzim në familjen Tito Eili.